Kam qenë të një hoxh më ka këndu rukje edhe në ujë edhe vaj ulliri, ujë me sidër a kam mëkat. Mëkat inshallah taala nuk ke, ne këshillojmë që besimtarit të mbështetet sa më shumë te Allahu xhalla shanuhu, mos ta lidh zemrën e vet, shërimin e vet me asnjë person, qoftë edhe hoxha, përveç me Zotin. Pastaj sebepet është e lejuar me i marr, këto forma që ke përmend ti përderisa është bë në formë halal, ashtu siç janë transmetuar në ajete apo në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kjo është e lejuar. S'ka problem. Por gjithsesi edhe kur ta përdor këtë vaj ulliri ose ujë me sidër etj, mos mendo që të shëron ky ujë ose ky vaj, por të shëron Allahu xhalla shanuhu, këto janë vetëm thjesht sebepe. Pra, keni kujdes kush është shëruesi dhe kush është sebepi. Sebepi, çdo kush tjetër përveç Allahut është sebeb, kurse i vetmi shërues është Allahu i lartësuar.